Përshëndetje miq dhe mirë se vini në Zërat e Iliridës. Ne sot do të flasim për bashkimin e diasporës shqiptare dhe pavarësinë e saj nga partitë politike. Diaspora jonë të vërtet ka potencial njerëzor, ka përvojë dhe më e rëndësishmja ka vullnet për të ndihmuar vendlinjen. Por shpesh është e pa organizuar, e ndarë dhe pa një zë të përbashkët. A është tani momenti kur duhet të bashkohemi? Sa në të vërtet jemi të pavarur nga partitë politike. Për të folur për këtë temë, me ne sot veprimtari i njohur Milaim Ziberi, aktivisti lindur në Kërçov dhe i angazhuar që nga mosha shumë e re, që në studime kur ishte në Zagreb. Ai vepron dhe jeton tani në Belgjik. Aktualisht, Milaim Ziberi është edhe kryetar i Lidhjes së Diasporës së Bashkuar Kërçovare. Një zë për bashkim, për organizim dhe vërtet për t'i dhënë një peshë diasporës. Mirë se vjen Milaim. Mirë se djetë Arbër. Faleminderit për ftesën. Faleminderit që morë pjesë, që merr pjesë në bisedë dhe fillojmë drejt për drejt me pyetjen e parë dhe për të hapur bisedën. Me që shohim edhe aktualisht që parti politike me pamundësinë e tyre për të arritur votuesit dhe për të bërë vërtet politik për votuesit e tyre, flasëm tani për politikën në Maqedoni, ata shpesh herë tentojnë të kontrollojnë protesta apo dhe diasporën. Nga përvoja juaj, si është ndikimi i partive politike në diasporë dhe çfarë mund ta bëjë diasporën më të pavarur nga partitë politike? Në fakt, partitë politike, ashtu si e the edhe ti, tentojnë ta kontrollojnë diasporën dhe kjo nuk është risi. Edhe më herët, sidomos 20 vitet e kaluara, diaspora shqiptare nga viset nën Maqedoni ka qenë, mund të themi, në përgjithësi e kontrolluar nga partia që atëherë ka ndarë pushtetin me faktorin Maqedonës me BD-n. Prandaj 4 vite përpara disa shoqata kërçovare, shoqata më të mëdha që ekzistonin atë kohë, vendosen të bashkohen dhe themelojnë lidhjen e diasporës bashkuar kërçovare me kusht që të munden të rezistojnë kësaj lloj varësie dhe këtij lloj ndikimi. Nuk është e lehtë që të veprosh i pavarur qoftë në diasporë, pavarësisht se ne si diasporë nuk kemi asnjë arsye të bukur që të jemi të varur nga faktori politik shqiptar. Përkundrazi, faktori politik shqiptar ka nevojë si për diasporën ashtu edhe për vendlinjen për realizimin e projekteve, po e theksoj projekteve kombëtare. Megjithatë, e kaluara ka dëshmuar se ndikimi politik në diasporë ka qenë i pranishëm dhe ka penguar faktikisht organizimin e mirëfillt diasporës dhe ka penguar bashkimin e saj. Si në të vërtet kanë... Po. Urdhna Milaim, vazhdo. Po, dhe tani ne në diasporë kemi organizime të vogla, kemi organizime herë edhe lokale dhe koordinimi dhe bashkëveprimi mungon. Prandaj ne provuam edhe e formuam lidhjen e diasporës bashkuar kërçovare, 4-5 shoqata më të mëdha që të filloj një bashkëpunim dhe një bashkëvendim i diasporës, në fillim diasporës kërçovare e më vonë edhe diasporave që vijnë nga vise tjera shqiptare.
e përgëzoi gjithsesi iniciativën e shoqatave për bashkimin e diasporës kërçovare në në Europën perëndimore. Ka tentativa të tilla edhe në Amerikë, edhe në vende tjera ku ka shqiptar nga Kërçova, por edhe nga Maqedonia e Veriut. Por për të pyetur edhe një pyetje pak më kritike, a është edhe ndoshta edhe rreziku që nëse bashkohet diaspora shqiptare, pra individ të caktuar, mund në raste të tilla të ndikohen edhe nga partitë politike. Dhe si ju si lidhje e diasporës së bashkuar kërçovare keni krijuar mekanizma për të mbrojtur nga ky ndikim partijak politik? Në fakt, udhërrëfyes për veprimin e lidhjes së diasporës bashkuar kërçovare është statuti i saj. Dhe lidhja e ka sankcionuar me statut që do të jetë e pavarur, plotësisht e pavarur nga ndikimet politike. Lidhja e diasporës bashkuar kërçovare nuk është një organizëm neutral, sepse neutral do të thotë në një famdyre edhe indiferent. Lidhja nuk injoron, nuk mund dhe nuk injoron lëvizjet dhe proceset që ndodhin në vendlindje, që zhvillohen në vendlindje. Edhe me rastet caktuara, lidhja ka marrë qëndrim. Por lidhja gjithmonë e ka ruajtur pavarësinë politike, duke mos lejuar që në punët e lidhjes të përzihet politika. Duke mos lejuar që politika të diktojë se si do veprojë lidhja sot dhe nesër. Edhe kjo, fatmirësisht, ne në ditën e organizimit, në ditën e formimit të lidhjes dhe në ditën që aprovuam statutin e lidhjes, ky nen ekziston pavarësia politike në statut të lidhjes, edhe kjo është një lloj mekanizmi që në një mënyrë e mbron lidhjen nga pavarësia politike. Sigurisht që në lidhje ka njerëz që kanë preferencat e tyre politike, por kjo nuk është as pak e dëmshme në rast se ata veprojnë në përputhje me statutin e lidhjes dhe respektojnë ata. Sepse në jetë njerëzit edhe mund të kenë preferenca politike, mund të kenë edhe anime politike, por lidhja nuk është forcë politike, nuk është subjet politik, lidhja nuk ka ambicie politike, kështu që rreth e rrotull lidhjes mund edhe të afrohen persona që kanë përcaktime politike, por që në lidhje ato faktikisht nuk duken. Në veprimin e lidhjes nuk duken dhe nuk duhet të duken. Shumë e rëndësi ky hap edhe ky qëndrim nga lidhja për të bashkuar diasporën shqiptare. Tani flasim edhe vetëm për Korçovën aty në këtë rast konkret, por si çfarë rezonance kishte në të vërtet ky bashkim i diasporës së disa organizatave? Me që shpesh janë organizatat, të themi nga Korçova, janë të shpërndara në përfshatra dhe në për lokalitete të vogla që përfaqësojnë ata. Si në të vërtetë e mori publiku këtë lajm për bashkimin e diasporës shqiptare kërçovare në fakt në Zvicër, dhe sa në të vërtetë janë të angazhuar antarët e kësaj lëvizje për të përçuar edhe mesazhin që thoni ju tani. Lidhja e diasporës bashkuar kërçovare u themelua jo pa vështirësi. Vështirësitë ishin të mëdha, sepse tendencat ishin në fillim që në këtë lidhje të bashkohen të gjitha organizimet, të gjitha shoqatat, qofshin ato të fshatrave apo edhe në disa raste edhe të disa lagjeve, të disa mahallave, që të bashkoheshin bashkë në një lidhje, mirë po u pa se për t'i bashkuar të gjithë, për t'i bindur, për t'i futur të gjithë në këtë organizim, si fillim ishte shumë e vështirë. Kështu që neve na u desh të kënaqemi me mbështetjen
që pati ky projekt nga shoqatat kryesore që ishin shoqata kërçovare, shoqata Kërçova në Zvicër, shoqata Uskana në Dortmund, shoqata Kërçova Vjen, shoqata Kërçova Itali, shoqata Kërçova Francë, edhe prej shoqatave lokale që na kanë mbështetur, ka qenë shoqata edhe është edhe vazhdon ta mbështesi lidhjen është shoqata Cerveca. Mirë po shoqata Cerveca ka një traditë organizimi, ajo është shoqata më e vjetër në Zvicër, edhe ndoshta një nga shoqatat më të vjetra kërçovare në diasporë. Kështu që si fillim kjo mjaftonte që të filloj lidhja të funksionoj, të filloj lidhja të koordinoj disa aktivitete, që shumë aktivitete të bëhen në bashkëpunim me shoqatave, edhe deri tashti ka pasur jehon pozitive, pavarësisht se ka sigurisht në organizime të tilla shoqërore ka edhe pakënaqësi, sigurisht që ka patur tentativa që edhe të pengohet aktiviteti i lidhjes, sidomos tentativa nga forca politike, nga sidomos emisar të dërguar shpesh edhe nga BDI-ja në të kaluarën, që vazhdojnë edhe tani, mirë po ne ende qëndrojmë, shoqatat kryesore qëndrojnë në lidhje edhe e kemi në plan që mos dorëzohemi dhe që aktivitetin e lidhjes ta vazhdojmë, bashkë me aktivitetet e saj të vazhdohet edhe ekzistenca e lidhjes, edhe dal nga dal të afrohemi edhe rinin që ata ta kapin stafetën dhe me thonë të afroheni ju të ri, gjenerata jote, që ta vazhdoni projektin ma ndej, ne më të vjetrit e nisëm, dhe tashti do të mbetet juve në të ardhmen që ta vazhdoni edhe ta zgjeroni, ta arritni projekt. Është vërtet frymëzues ky hap për që e keni dhe ju si shoqat dhe si lëvizje, edhe guximi gjithashtu është për të përshëndetur që mendoni edhe për të ardhmen, jo vetëm për aktualitetin e lëvizjes, dhe siç thatë edhe ju, për ta kaluar shtafetën edhe përgjegjësinë bashkë me të tek brezi im, te gjenerata ime, që të afrohemi ne afër diasporës organizuar, t'i themi, dhe vërtet ta bashkojmë zërin, siç e thash edhe në hyrje. Por sa në të vërtet ka rinia interes për ta bërë këtë, dhe si mund të duket ajo rruga për dhënien e përgjegjësisë te rinia. Si duhet, çfarë hapash duhet të merrni ju si lëvizje dhe ne ndoshta si rini, për të arritur atë qëllim që të kalohet edhe përgjegjësia tek brezi dhe te gjenerata e re. Lidhja në rast të parë e ka për detyrë që t'ja hapi dyert rinisë, që dyert jenë të hapura për rinin, t'u bëj ftesë, që unë e shfrytëzoj rastin edhe sot, t'i bëj ftesë rinisë, gjeneratës tande, po edhe pak më të vjetër, sepse ti je goxha i ri, por të ri janë edhe disa gjenerata para teje, po edhe një apo dy gjenerata pas teje, që të vinë të afrohen të lidhja, të ngrejnë lidhjen, të vazhdojnë aktivitete në kuadër të lidhjes, ndërsa neve të vjetërve të na kenë vetëm si mbështetje, të na kenë eventualisht që të mundemi të përcjellim ato mësimet e mira që ne i kemi marrë gjatë jetës, që na i ka mësuar jeta, ndërsa ato të ofrojnë diturinë, të ofrojnë energjinë e tyre, edhe në atë mënyrë të vazhdojnë organizimin e diasporës. Ëndra ishte që të themelohet një bashkim shoqatash, një lidhje si e kemi thirrur ne, që pastaj kjo të shërbej edhe si shembull për organizime edhe të diasporave nga vise tjera, dhe pastaj të filloj bashkëpunimin mes nesh. Kështu që ne kemi pas disa bashkëpunime të saktuara, kemi pas disa komunikime të saktuara, por kjo nuk mjafton, kjo duhet vazhdoj. Është vërtet përshëndetur. Vazhdo, fal. Po s'ka gjë, lidhja në realitet si organizim
ka për qëllim që bashkë me të gjithë forcat e gjalla në diasporë të zhvilloj betejën dhe ta fitoj betejën kundër asimilimit në diasporë, dhe kjo kalon ka mësimi i gjuhës shqipe. Mësimi dhe përdorimi i gjuhës shqipe. Nuk mjafton ta kesh lirinë për të folur shqipen, po ajo duhet përdorur. Duhet përdorur çdo ditë. Duhet përdorur në çdo vend. Aty ku ka mundësi sigurisht. Por duhet përdorur sidomos në shtëpi. Edhe prandaj ne në diasporë i kemi këto mundësi që shqipen ta mësojmë, shqipen t'u mësojmë gjerat e reja, që ato mos ta harrojnë. Dhe me mësimin e gjuhës të mësojnë kulturën dhe historinë kombëtare dhe mos harrohen nga vijnë të parët e tyre, që ato të jenë në kontakt dhe lidhje të përhershme me vendlinjen e të parëve. Sa në të vërtetë është për këtë temë që e përmende së fundi tani për të kaluar identitetin, brezi i moshuar, të themi më i vjetër të brezi i ri, sa në të vërtetë është organizimi i diasporës i rëndësishëm për ta bërë këtë kalim, dhe në të vërtetë e përshëndes edhe njërë faktin për bashkimin me diaspora tjera që mbi nga vende tjera, jo vetëm nga Kërçova, në Europën perëndimore, me që shoh edhe në Gjermani, në faktin se kur duheshte për shembull për ndryshimin e një ligji ose për një përcaktimi tek migrantët që vinë nga Kosova, ishte bashkimi i diasporave shqiptare nga gjithë trojet shqiptare për të shtruar kërkesën te kancelari i larguar tani Olaf Scholz në Gjermani për të bërë këtë ndryshim. Dhe ishte një shembull shumë i mirë se çfarë efekti mund të sjellë bashkimi i diasporës bashkëshqiptare, të themi, në një vend në Europën perëndimore. Dhe si duhet të duket pra ky bashkim, që vërtet të ketë një organizim të mirëfillt për të kaluar identiteti i brezit të vjetër te brezi i ri, pra për organizimin e arsimit apo qendrave kulturore, dhe ka shembuj tjerë nga diaspora tjera. Si është hapi i lëvizjes konkret për ta bërë këtë? Ky projekti që ti sapo e the, projekti apo kërkesa që ka bërë diaspora shqiptare për ndërhyje në ligjin për emigrantët në Gjermani, nuk e di si ka përfunduar, a ka përfunduar me sukses apo jo, po pak është me rëndësi rezultati, me rëndësi është aksioni. Dhe ky është një nga aksionet që ka bashkuar, ndoshta për një kohë të shkurtër, diasporën shqiptare në Gjermani. Dhe projekte të tilla duhet të shfrytëzohen për bashkimin e përhershëm, për bashkimin afatgjatë të diasporës. E tash këto organizata që kanë qenë përpara të organizuara dhe kanë vepruar në mënyrë të pavarur nga njëra tjetra, halli i ka bashkuar. E me që halli mundesh ka të na bashkuaj, atëherë pse jo ne të bashkohemi edhe kur nuk kemi hall, por të jemi të përgatitur që kur të kemi në një hall, që të dim ati halli të përgjigjemi. Edhe mësimi i gjuhës shqipe, edhe organizimi i diasporave nëpërmes qendrave kulturore, edhe ky është një nga hallet më të mëdha që ka diaspora sot. Sepse sot diaspora në shumë vende ku ajo jeton dhe vepron, nuk ka një pikë takimi ku bashkëdhetarët mund të takohen, qajnë hallet me njëri tjetrin, ose thjesht të njihen e pastaj qajnë hallet me njëri tjetrin dhe të kërkojnë ndihmë njëri tjetrit. Një qendër e tillë kulturore është më se domosdoshme. Sot bashkëdhetarët, sidomos në Zvicër,
kanë bë aksione të tilla, kanë bë investime, por kanë bë investime për xhami. Edhe xhamia na duhet. Por identiteti jonë kombëtar nuk mund të përcillet te vendet mikpritëse përmes një komponente që është religioni, që është feja. Sepse ne kemi identitet kombëtar, ne kemi veçori kombëtare që duhet ti përçojmë te vendet mikpritëse nëpërmes mësimit gjuhës dhe përmes kulturës. E këto bëhen në mënyrë të organizuar nëpërmes qendrave kulturore adhethare. Një gjë të tillë e ka bën Mark Jonaj, kongresmen në shtetin e New Yorkut. Ai në Bronx të New Yorkut e ka themeluar qendrën kulturore shqiptare dhe Chuck Schumer shkoi edhe e inauguroi, që është shefi i grupit të senatorëve në Senatin Amerikan. Do me thënë, personalitetet të tilla ne kemi fatmirësisht gjithandej për diasporë. Por jo të gjithë kanë mundësinë ose kanë idenë që të bëjnë punë të tilla siç ka bën Mark Jonaj, e cila është përshëndetur dhe shembull për të ndjekur. Dhe të gjithë këto bashkëdhetar që janë të suksesshëm si individ, që kanë suksese në fusha të ndryshme, qoftë në ekonomi, qoftë në politikë, qoftë në shkencë, qoftë në kulturë, këto suksese tashti individuale është e mira të mendojnë se si t'i vehen edhe në shërbim të komunitetit vet. Ashtu si që e bojnë shumë komunitete. Të shumtën e rasteve, komunitetet drejtohen nga elitat e tyre, drejtohen nga autoritetet më të mëdha që i kanë. Ndërsa të ne, me këtë aspekt, ne jemi pas. Prandaj, unë shpesh kur shoh në për postime në rrjetet sociale se disa të rinj kanë arritur suksese në shumë lëmi, gëzohem, por në fund i pyes edhe u them mos harroni të kontriboni për komunitetin. Dhe ky është faktikisht kontributi konkret për komunitetin, organizimi i diasporës. Është vërtet shumë më rëndësi ky hapi që thatë edhe juve që ne si diasporë, nëse kemi një sukses individual, të mendojmë edhe për ata që lëm pastaj për komunitetin tonë. Me që mund të frymëzojmë shumë njerëz kështu. Ju përmendet edhe shembullin në New York me Mark Jonaj, që ka bërë një iniciativë shumë të rëndësishme për shqiptarët që jetojnë në Amerikë, kryesisht atyre të New Yorkut, por në përgjithësi edhe nga vendet dhe shtetet tjera të Amerikës, të SBA-s. Pra ka edhe një iniciativë së fundi e pash edhe në rrjetet sociale një lajm që ambasadori i Shqipërisë, ambasadori i Kosovës dhe ambasadori shqiptar që është nga Maqedonia e Veriut kishën një iniciativë për të krijuar një qendër kulturore në Zvicër, një qendër kulturore shqiptare. Mua më gëzoi fakti që është bërë një iniciativë e tillë, por u dëshprova pak a shumë, për t'i themi pak më shumë, kur lexova pak më poshtë se bëhet një studim fizibiliteti për të bërë kjo qendër kulturore. Ju me që keni provoj shumë tani të gjatë në angazhimin në diasporë, çfarë studimi mund të jetë ky fizibiliteti, që ne të vërtetojmë se ka shumë shqiptar të interesuar apo shumë shqiptar që jetojnë në Zvicër, se kuptova këtë fakt. Çfarë është mendimi juaj, Milajm, për këtë iniciativë? Unë e kam pa këtë publicitetin, megjithatë iniciativa si e tillë për themelimin e një qendre kulturore shqiptare është e mirëseardhur. Është e mirëseardhur. Dhe me thonë, kjo ishte e ambasadorit të Kosovës dhe ambasadorit të Maqedonisë, ashtu?
të veriut. Edhe të Shqipërisë ishën të 3 ambasadorët. Edhe të Shqipërisë, të 3, Po, të 3, gjithashtu po. ne të 3. E tashti, me rëndësi është projekti. Me rëndësi është që projekti të realizohet. Dhe ky projekt jetë në shërbim për diasporës, për organizimin e diasporës, që pastaj dhe energji për diasporës përmes këtij organizimit mund ta sillim edhe në vendlindje. Fin Kosovë, fin Shtetin Am, fin metroja shqiptare në Maqedoni. Po te është dash ta bëjmë përpara edhe shumë më herët bile përfaqësuesit tonë politik, edhe përfaqësuesit diplomatik që ne kemi pasur për Evropë, por nuk e kanë bërë. Tashti ato i kanë bërë një jehon projektit, sepse është ende në fazë projekti themelimi i qendrës kulturore. Dhe që nuk kupton ky vizibiliteti unë nuk e kuptoj. I vetmja punë që mungon sot është një lloj inventari për diasporës që neve na mungon. Diaspora nuk ka rrit që të di sakt se sa njerëz ne kemi në diasporë. Çfarë potencialesh ne kemi në diasporë. Ashtu se kam potencial fizik njerëzor, potencial mendor, intelektual, potencial material financiar. E gjitha këto vëdhana ne nuk i kemi. Mirko, një përfaqësues diplomatik. Ambasadat tona kanë mundësi, sigurisht mundësi reale, që të parashtrujnë kërkesa autoriteteve zvicrane për themelimin e një qendre të tillë. Sigurisht që këtij fizibilitetit ata ndoshta i thonë përgatitjes së një dosje teknike. Dhe në kjo dosje teknike nën kupton e lloj potenciali që themi ne. Në Zvicër kemi kaq shqiptar, që janë taksapagues për rregull kaq, janë kontribues të mëdhenj në ekonominë zvicrane dhe në zhvillimet shoqërore në Zvicër, por ata kanë edhe disa kërkesa për të ruajtur identitetin e tyre kulturor dhe kombëtar, që është pasuri e shoqërisë së Zvicrës dhe e kulturës zvicrane. Dhe kjo duhet të dëshmohet. E kur të arrihet kjo, ndoshta i thonë vizibilitet, ja ambasadat kanë mundësi ta bëjnë, sepse të gjithë ne si pjesëtarë të diasporës jemi të regjistruar nëpër komuna, të dhënat për ne ekzistojnë, dhe ato përmes disa kërkesave zyrtare mund të arrijnë së shpejti të këtë dhëna. Dhe munden shpejt i kenë të dhënat për numrin e pjesëtarëve të diasporës, për mundësitë e atyre, kapacitetet e atyre, edhe po pastaj kjo ka arsjetohet, do të thonë që të arsjetojnë kërkesën për themelimin e një qendre kulturore. E tashti mbetet që kjo qendër të jetë e pavarur në planin politik, dhe përmes përfaqësuesve diplomatik, partitë politike shqiptare mos tentojnë ta kontrollojnë diasporën. Diaspora nuk ka nevojë të kontrollohet, diaspora ka nevojë të mbështetet. Dhe këtë unë e kuptoj dhe e përshëndes si mbështetje diasporës për themelimin e një qendre. Është lajm i mirë, dhash Zoti u realizoft. Vërtet është një lajm për të përshëndetur, megjithatë se është dashur të bëhet edhe si thatë edhe ju shumë më herët, por vonë nuk është asnjëherë. Mund të bëhet çdo herë një iniciativë e mirë që do mbështes diasporën në fakt, dhe vërtet për t'i kthyer diçka diasporës nga gjitha investim, gjitha mund dhe gjitha angazhim politik që ka pasur diaspora ndër vite tani, diaspora shqiptare për vendlindjen dhe për kombin shqiptar. Pra të flasim për institucionet, si e shihni rolin e diasporës, tani folëm për shembuj të suksesi, për shembull shumë
njerëz që janë të angazhuar tani në politikë në Zvicër apo në Europë arrin të marrin edhe funksione politike. Si duhet ne si individ të mbështesim komunitetin tonë në diasporë dhe të gjejmë forcën në të vërtetë nga komuniteti ynë dhe mos të harrojmë atë që na ka pruar deri këtu ku jemi tani. Mos të harruar për shembull identiteti nga ku vim, nga vendet nga ku vim dhe nga vendlindja, dhe ta marrim si një bagazh pozitiv, mos e shohim si një bagazh negativ këtë. Si duhet ne si rinin dhe vërtet ku marrim një përgjithësi të tillë, të ndihmojmë diasporën. Me çfarë hapash mund ta ndihmojmë ne konkretisht diasporën? Hapi i parë i rinisë për të ndihmuar diasporën është të marrë pjesë në organizimet vullnetare që bën diaspora përmes shoqatave. Të marrë pjesë në organizime, pastaj të marrë pjesë në aktivitete që organizon diaspora përmes shoqatave me që ende nuk kemi një organizëm të përbashkët. Në radhë parë është kjo. Pastaj të kyçet në zhvillimin e këtyre aktiviteteve. Të marrë pjesë në vullnetarisht të marrë pjesë në realizimin e këtyre aktiviteteve me sukses. Pastaj pjesa tjetër është që dal nga dal të fillojë të marrë edhe përgjegjësi për organizimin dhe drejtimin e këtyre shoqatave dhe për udhëheqjen e diasporës të ardhme, sepse njëri i ri është prej në moshë shumë të reja, prej në moshë madhore, pastaj deri sa të gjehet vetë i ri. Kështu që moshë që e kufizon rinin të veprurin nuk ka. Dhe rinia është e ardhmja e shoqërisë. Pa rini nuk ka shoqëri. Pa rini nuk ka jetë në fakt. Jetën e zbukuron rinia. Edhe aktivitetet e shoqatave i zbukuron rinia. Prandaj rinia duhet të marrë pjesë, duhet dalin nga shtëpia, duhet t'i lejë iPhone-at, duhet t'i lejë ato video lojrat e tjera, lojrat në online, po të marrë pjesë fizike, konkrete në përgjithë aktivitetet. Në të kaluarën ka pas në diasporë edhe shoqëri kulturartistike, ka pas të ri që kanë formuar grupin e vallëve, ka pas valltar, ata që kanë vënë pastaj shfaqje për pjesëtarët e diasporës edhe për komunitetet e tjera, dhe për të arritur deri aty është dashur shumë punë dhe ata kanë punuar shumë në drejtim. Kështu që edhe gjenerat e reja tash që vijnë duhet ta vazhdojnë atë aktivitet, duhet që edhe prindrit t'i edukojnë, t'i arsimojnë mirë, t'i edukojnë shqip në bazë mundësisë, shqip, se atë mundësi e kemi se cili ka mundësi, tu flasi shqip fëmijëve vetë në shtëpi, që të vënë disa rregulla në shtëpi që kur kalon pragun e derës gjuhë zyrtare është gjuha shqipe, që fëmijëve tu mundsojnë që të lexojnë shqip. Pastaj ne sot me mundësi që kemi me internetin, kemi mundësi që të kemi edhe programet televizive t'i shohim nga të gjitha në gjuhën shqipe në çdo pjesë të botës. Pastaj të regjistrojnë fëmijët në aktivitetet ndryshme, të regjistrojnë fëmijët sidomos në ato vende ku ka klasa me mësim në gjuhën shqipe për të janë zyrtare dhe që veprojnë në kuadër të programeve arsimore të atyre shteteve, që të formojnë klasat edhe rinia, nxënësit ta mësojnë gjuhën shqipe në kuadër të këtyre programeve, jo jashtë orarit të mësimit, po në kuadër të orarit mësimit, e pastaj jashtë orarit të mësimit t'u jepet kohë që ato të bëjnë aktivitete tjera jashtë shkollore, aktivitete sportive, aktivitete kulturore etj. Në diasporë ka mbi 30 vjet gati që ka ekzistuar dhe ekziston ende lidhja e arsimtarëve shqiptar
që buron nga Kosova, pastaj është themeluar edhe në Belgjikë, edhe në Zvicër, edhe në disa shtete tjera, edhe në Gjermani, dhe ato kanë organizuar mësim të gjuhës shqipe mësim vullnetar. Po mësimi vullnetar është ai që është, domethënë, dhe është i qëndrueshëm aq sa është. Po mësimi në kuadër të programeve zyrtare, ai është i qëndrueshëm për herë, sepse paguhet nga shteti, mbështetet nga shteti. Edhe kjo duhet të tetohet, edhe për këtë kërkohet një dosje teknike, kërkohet një dëshmi se ka numër të caktuar të nxënësish që janë të interesuar për të mësuar gjuhën shqipe, se ka banor, domethënë ka numër të mjaftueshëm banorësh në një region të caktuar, të cilët punojnë dhe kontribuojnë për atë region ose për atë kanton, në Zvicër, edhe të fillojë mësimi i gjuhës shqipe në kuadër të programeve mësimore, jo vetëm në Zvicër, por ka mundësi edhe në vende tjera, në Gjermani, në disa lande më duket se ekziston, në Austri, me sa di unë, kjo duhet të ekzistojë, pero tashti diaspora, rinia, organizatat, organizimet shoqërore duhet të sensibilizohen që fëmijët të regjistrohen dhe gjuha mos hapohet, sepse ne kemi gjuhën ndoshta më të vjetër në botë, gjuhën nga e cila tashti shkenca po e dëshmon se rrjedhin shumica e gjuhëve evropiane, edhe kultura jonë është themel në kultura tjera dhe ne nuk kemi asnjë arsye të bukur ta injorojmë ne, kur ka të tjerë që vinë dhe tentojnë ta mësojnë edhe krenohen, sepse kanë mësuar gjuhën shqipe, edhe kanë qasje në kulturën dhe historinë tonë kombëtare. Sepse ne këtë pasuri e kemi, na e ka dhënë Zoti, dhe duhet ta marrim dhe duhet t'ua trashëgojmë gjeneratave të reja, t'ua lejmë trashëgim, dhe jo vetëm kaq, por ne si diasporë duhet të mbajmë lidhje të përhershme me vendlindjen, të përhershme, sepse Zoti na ka vendosur ndoshta në pjesën më të bukur të globit. Dhe ajo s'duhet injoruar. Edhe ajo duhet t'u lidh trashëgimi juve dhe gjeneratave që vinë pas. Jam i këtij mendimi, Milajm, vërtet e kemi një përgjegjësi për të ringjall atë diasporën që e kemi mësuar që nga kohët ku a formuar si shtet vetë Shqipëria, dhe që nga koha kur kemi pasur rilindasit tanë që nga ardhur gjithata nga diaspora për të mbështetur vendlindjen. Duhet ta marrim edhe të njëjtin frymëzim nga ajo dhe nga gjenerata juaj që ka bërë edhe shumë aktivitete në kohë të vështira, në kohë lufte, në kohë konfliktesh, që kanë qenë shumë të vështira se tani ku jemi në kohë paqe në të vërtetë tani dhe mund të bëjmë më shumë dhe pas një rrezik personal, ti themi. Vetëm na duhet angazhim dhe interes për të mbajtur identitetin ton dhe kulturën shqiptare këtu në Europë. Pra në të vërtetë flasim edhe për konkretisht atëherë për hapa se si do të duket kjo. Po, na duhet edhe vullnet, vërtet ashtu. Por si mund të na mbështesin neve tani jo politikisht, për shembull nga partitë politike, por në të vërtetë institucionet ose ambasadat, me shembullin që është edhe tani në Zvicër që duan të hapin një qendër kulturore shqiptare, si mund të jenë edhe hapa të ndryshëm për shembull me ofrimin e arsimtarëve të gjuhës shqipe, apo me ofrimin me mundësinë për të marrur në libra ose mjete mësimore nga vendet tonë të lindjes për të mësuar këtu gjuhën shqipe. Si duhet të duket një komunikim, ti themi, me institucionet direkt në vendlindjen tonë për të arritur një sukses që të mund të shpërndahet kultura që kemi ne. Dhe si mund të formohet kjo tani konkretisht nga lidhja e diasporës së bashkuar korçovare me institucionet nga Maqedonia e Veriut. Diasporat tjera kanë komunikime të përhershme me institucionet e shteteve nga vinë. Ne si lidhje kemi tentuar dhe kemi marrë disa kontakte
me institucionet në vendlindje, me drejtorinë e diasporës, por këta janë ende kontakte fillestare, do me thënë nuk mund të themi se kemi një bashkëpunim dhe që kemi thelluar bashkëpunimin, sepse duhet edhe një vullnet politik dhe një vullnet politik i cili të jetë korrekt me diasporën, që diasporën ta mbështes ashtu siç tham dhe jo ta kontrolloj, tentoj ta kontrolloj dhe ta diktoj. Unë nuk mund të them se këtë e bën sot faktori politik shqiptar që na përfaqëson në qeveri, mirë po në të ardhmen sigurisht kjo punë duhet bëhet. Dhe nëse ne arrijmë që të kemi një qendër kulturore shqiptare në Zvicër, atëherë këto punë do i merrte përsipër qendra kulturore shqiptare. Edhe ajo do të kishte, sepse edhe qendra kulturore shqiptare është një institucion. Sigurisht që edhe Lidhja e Diasporës së Bashkuar është institucion, por është institucion vullnetar. Ndërsa qendra kulturore shqiptare do të ishte një qendër pak më profesionale, me mundësi më të mëdha, qoftë edhe financiare, qoftë edhe do të kishte edhe infrastrukturë më të mirë administrative, do të kishte edhe kontakte të përhershme me institucionet në vendlindje, jo vetëm tek ne në Maqedoni, po edhe në Kosovë, edhe në shtetin A, edhe komunikimi do të ishte i rrjedhshëm dhe i vazhdueshëm. Do me thënë këtu do të kishte jo vetëm qarkullim librash, po do të kishte edhe qarkullim idesh dhe njerëzish. Qendrat kulturore do të kishin mundësi të organizohen për rinin edhe ekskursionin në vendlindje. Sepse jo të gjithë kanë pasur ose kanë mundësinë që të shohin të gjitha pjesët e vendlindjes, të gjitha trojet shqiptare, as edhe ne e faktisht as unë nuk e kam pas ende mundësinë që t'i vizitojmë në mënyrë individuale, sigurisht të gjitha trojet shqiptare, por pjesën ndërmuese po. Mirë po kësaj rinie në mënyrë të organizuar do t'i mundësoheshte një gjë e tillë dhe do të ishte shumë mirë dhe është një metodë shumë efikase veprimi i diasporës, do me thënë në kuptimin e mbrojtjes së identitetit kombëtar dhe kulturës dhe sigurisht që përpara kësaj kalon gjuha është diçka e pastaj vijnë të tjerat. Ndërsa për ndikimin në zhvillimet ekonomike, sigurisht që ajo qendër do të grumbullonte edhe do të duhej të mblidhte rreth vetes autoritetet më të dëgjuara dhe më të rëndësishme ekonomike e politike të diasporës që jetojnë dhe veprojnë diasporë. Edhe përmes atyre ndikimi do ishte shumë i madh në vendlindje. E tash më konkretisht ndoshta do flasim më vonë për realizimin e projekteve tjera ekonomike. Vërtet ka një rol shumë të rëndësishëm diaspora, rol të rëndësishëm ekonomik për vendlindjen. Ne e shohim nga remitancat që sjell diaspora ose që sjell vërtet diaspora në Kosovë apo në Maqedoni të Veriut, apo edhe tani edhe në Shqipëri, me që diaspora në Shqipëri është diku pak më mrapa nga diaspora e Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut, me që kemi ne më shumë përjetimen me diasporën ose me gurbetin, si që themi, nga vite pak më të hershme ose tani në shekullin në shekullin 20, në shekullin e kaluar edhe tani edhe këtë shekull. Por rolin ekonomik në të vërtetë, çfarë duhet të jetë prioritet për ta themi për biznismenët apo afaristët që kanë arritur një sukses
të madh në Zvicër të themi, apo në Europën perëndimore, çfarë duhet të jetë për ata prioritet për të lidhur vendinjën ose vendin ku jetojnë ata tani me vendlinjen, pra që të bëjnë një investim të tillë. Çfarë është prioritet për ata? Duhet të jetë vetëm turizmi, siç e thatë edhe ju, për të lidhur kulturën, apo duhet të jenë edhe investime konkrete në fusha të caktuara? Ne në diasporë kemi biznese të suksesshme gati në gjitha lamit. Se kur duhet të investojnë biznesmenët e diasporës në vendlindje, ajo është çështje vlerësimit të tyre, edhe është çështje e biznes planit që ata kanë. Po nëse ata ende i ruajnë lidhjet me vendlinjen dhe shumica kanë bindjen, edhe në bisedë që kam pasur me disa, kam mundur të kuptoj se e kanë ëndër të investojnë në vendlindje. Disa biles në të kaluarën, në 20 vitet e kaluara, kanë tentuar të kthehen, kanë kthyer dhe familjet nga Amerika, nga Zvicra, më falni, dhe kanë ardhur me projekte të caktuara dhe me projekte konkrete për të realizuar vendlindje. Dhe ndihmën e parë që është dashur t'u jepet atyre ka qenë nga institucionet dhe nga përfaqësuesit shqiptar në për ato institucione. Faktikisht, këto persona këtë ndihmë nuk e kanë pas. Përkundrazi, i kam shtuar hajde një vendlindje, se do t'ju ndihmojmë, dhe kur ka ardhur puna që konkretisht të ndihmojnë atyre, me thanë duke u lehtësuar punën, sidomos sa u takon barrierave administrative. Ato nuk kanë pasur mbështetje, kanë bërë shpenzimet më dhaja, edhe janë kthyer prapë dhe kanë ardhur. Thonë, kjo ka lënë një shije të hidhur, shumë të hidhur të persona, dhe pastaj një mos sukses i tillë ndikon edhe në mendjet e tjerëve, që kanë po ashtu që kanë ndrruar të kthehen. Unë së paku njoh 2-3 persona e kanë ardhur, 2-3 në Kërçov, një në Gostivar, e kanë ardhur me çantat plot e janë kthyer me çantat bosh. Kjo punë mundet bëhet dhe unë kam bindjen se vullnet madh ka për të kthyer. Mirë po, duhet që përfaqësimi politik shqiptarët të krijojë infrastrukturat e nevojshme dhe lehtësitë e nevojshme që këto bizneset të jenë të suksesshme. Dhe të krijojnë organizma që kanë mundësi, qoftë në nivel lokal, po edhe në nivel qendror, që të formojnë organizma të tillë që t'i shoqërojnë këto biznese prej në fillim, prej në zanafill, deri te suksesi. Dhe shpresat janë që në të ardhmen kjo të ndodhi. Ne si lidhje këthe, sidomos edicionit të tashëm parlamentar dhe pushtet përfaqësuesve tanë në pushtet tani, ua kemi kërkuar edhe zyrtarisht që në këtë drejtim të punojnë dhe të punojnë seriozisht, sepse diaspora është pjesë përbërëse e shoqërisë shqiptare. Dhe në qoftë se faktori politik shqiptar nuk kupton se gjysmën e shoqërisë e ka në diasporë, dhe pa atë gjysmë nuk mundet të funksionojë dhe të mbijetojë, atëherë këtu kemi një problem madh. Prandaj, premtimet janë dhënë, tashti koha do na tregojë se sa do realizohen ato premtime. Ndërsa ne si diasporë duhet të vazhdojmë, duhet të punojmë, duhet të marrim lidhjet me vendlinjen, të tentojmë që të ndikojmë pozitivisht edhe të realizojmë ëndrat tona. Sepse në fundit, deri tani kur kush nuk ka ardhur aq sa di unë, edhe aq sa kam dëgjuar unë, nuk ka pas
përfaqësues politik nga vendlindja që të vinë në diasporë të komunikojnë me diasporën edhe të shohin, të pyesin edhe të shohin sa është gatishmëria e pjesëtarëve të diasporës që të kthehen o të kthehen në mënyrë aktive me investime në vendlindje. Këtë nuk kam dëgjuar ende që të bëjnë. Kështu që pritet në të ardhmen që kjo punë bëhet nga përfaqësimi politik shqiptar. Sepse këtë potencial diaspora e ka dhe është dëm që ky potencial mos përdoret, sidomos jo vetëm siç thamë në turizëm, kulturë, por edhe në teknologjitë e reja, gati në çdo sektor tjetër ekonomik. Këto potencial ekzistojnë sepse ne sot kemi gjenerat të reja në diasporë që janë të shkolluara mirë, gjenerat që janë përgatitur mirë, kemi biznesmen suksesshëm, por edhe kemi edhe funksionar, edhe udhëheqës, edhe lider ekonomik në për ndërmarrje shumë të rëndësishme. Po edhe tash dalin edhe lider politik. Në vërtet ka një potencial shumë të madh në diasporë, siç e shohim çdo ditë në lajme apo në rrjetet sociale me sukseset e tyre individuale, dhe është vërtet për të ardhur keq ky një potencial i madh që shkon në dëm ose shkon në dëm për neve si komp, t'i themi, me që nuk shfrytëzohet për të ndërtuar ose për të zhvilluar vendlindjet tona, por ende zhvillohem shtetet që kanë shumë përparësi, të themi këtu në Europën perëndimore, si themi Zvicra apo Gjermania, që janë vetëm janë shtete shumë të zhvilluara. Dhe në të vërtet nuk e di sa është nevoja për shqiptarët që të jenë shumë të suksesshëm këtu, me që mendoj ende në atë thënien që vërtet guri peshon më shumë në vendlindje, në vendin e vet, se sa këtu. Pra, ju keni edhe përvojë me sistemin e vjetër komunist, me Jugosllavinë. A ka vërtet se shumë shpesh diskutohet tek ne shqiptarët se vërtet ka një iniciativë institucionale, ta themi edhe nga Maqedonia e Veriut, që mos ketë një lidhje të mirëfillt midis diasporës dhe vendlindjes. Dhe mundohet, si që e treguat edhe ju në shembuj konkret, që nga institucionet vetë të na vendohet neve gur para rrugës ose pengesa që mos të kthehemi në vendlindje, dhe faktori politik shqiptar deri tani më duket se ka ngelur vetëm tek premtimet dhe nuk ka asnjë hap konkret për të realizuar diçka të tillë, me që ka shembuj konkret nga Greqia apo nga Armenia, siç u fola edhe në bisedën e kaluar me Agon Kamberin, që ka projekte konkrete për të mbështetur diasporën e këtyre shteteve që të kthehen në vendlindje, për të zhvilluar pra vendlindjen, me që ka mungesë të njerëzve, siç e shohim tani edhe në Kërçovë dhe në vende tjera ku ka një largim masiv, të themi, në vitet e fundit të rinisë drejt Gjermanisë dhe Europës perëndimore. Sa në të vërtetë është ky dyshim që kemi ne ndaj institucioneve të Maqedonisë së Veriut, më konkretisht, se në të vërtet na pengojnë neve për të kthyer në vendlindje. Është e vërtet se në të kaluarën edhe në kohën e Jugosllavisë shqiptarët kanë qenë në për institucionet politike, ekonomike, shoqërore, përveç arsimit, ta lejmë arsimin, në për institucionet tjera shqiptarët kanë qenë shumë pak të përfaqësuar ose të themi pak e hiç. Dhe ne si shqiptar kemi vepruar të shumtën e rasteve jashtë institucioneve. Kjo ka qenë koha para viteve 90, kur ekzistonte ende Jugosllavia. Pas viteve 90 me mundësinë e organizimit politik dhe shumë partijat të shqiptarëve, na u dha mundësia edhe neve shqiptarëve që të mund të përfaqësohemi, të themi në mënyrë pak më efikase në për institucione, dhe edhe ne si shqiptarët kemi përfitime nga
ato institucione. Ka pasur suksese të saktuara, mirë po mund të them se si rezultati i mungesës përvojës institucionale, ne nuk kemi arritur t'i shfrytëzojmë si duhet institucionet, edhe për shkak të asaj që the ti, që ka ekzistuar një mosbesim të institucionet, sepse në të kaluarën, institucionet në përgjithësi kanë qenë represive për ne shqiptarët. Nuk ka qenë mbështetëse. Mirë po pas viteve 90 ne kemi pas më shumë përfaqësues tonë në për institucione dhe kemi pas mbështetje të caktuar. Mirë po shteti me mekanizmat e tij ka pas tendenca që diasporës t'ia komplikojë jetën, t'ia vështirësojë jetën, sidomos jetën e kthimit. Dhe kjo ka ndodhur herën e fundit në vitin 2021. Në vitin 2021 qeveria të hershme, FLSDM BDI, organizoi regjistrimin e popullsisë. Dhe në këtë kontekst, edhe regjistrimin e diasporës. Mirë po, në projektin e regjistrimit, nuk parashiheshte që diaspora të regjistrohet në vendlindje, si banor të vendlindjes, pavarësisht se 99.9% e diasporës janë të regjistruar në vendlindje, edhe në vendlindje, kanë shtëpitë e tyre, kanë pasuritë e tyre, kanë gjysmën e familjeve atje, paguajnë taksa në vendlindje, kanë në shtetësi, edhe nuk ka pas arsye të bukur që mos hyjnë te numri i përgjithshëm i popullatës. Pra me atë që themi Laim, duket se partitë politike maqedonase, pra në Maqedoninë e Veriut, strategjia atyre me sa duket se po funksionon edhe pavarësisht se kush parti është në qeveri. Pra duket më shumë problemi tek partitë shqiptare, me që nuk e marrin vërtet fuqinë që u jep populli me votën e tyre, për të bërë diçka për ne si diasporë, por edhe vetë për shqiptarët që jetojnë në Maqedoninë e Veriut. Çfarë na mungon neve si shqiptarë në Maqedoninë e Veriut? Përfaqësim si duhet, apo na mungon besim në institucione, apo edhe besimi që ne vetë, si grupi organizuar, mund të vërtet të bëjmë një ndryshim? Neve deri para pak kohësh na ka munguar përfaqësimi drejt politik. Ne me organizimin politik gjatë rrugtimit politik nga viti 90 deri më sot, neve na ka përfaqësuar dikur Partia për Prosperitet Demokratik, më vonë Partia Demokratike Shqiptare, e më vonë pas asaj BDI-ja, dhe me thonë deri në vitin 2024 neve nuk na kanë përfaqësuar të zgjedhurit tanë ashtu si duhet dhe nuk e kanë kryer detyrën të cilën e kanë marrë përsipër përmes votës nga sovrani, nga populli, nga shqiptarët, që të mbrojnë interesat e shqiptarëve në institucione. Dhe këte nuk e kanë bërë për interesa thjesht personale, për pasurim personal. Dhe çfarë është më e keqja, se ata dikush më shumë e dikush më pak, po sidomos në 22 vjetët e fundit BDI-ja, ata edhe kanë varfëruar popullin, kanë vjedhur pasuritë kombëtare dhe kanë me punët e këqija, me aksionet e këqija politike, ka shpërngulur shqiptarët nga vendlindja, dhe kjo shpërngulje viteve të fundit ka pas për fat keq për masa gjenocidale. Edhe sot ne ndodhemi të vijeni. Kjo është edhe një arsye plus, që ne nuk duhet
të zhdukemi, nuk duhet të asimilohemi, po duhet të organizohemi, të marrim kontaktet me vendlinjen dhe fatkeqësisht nëse duhet të na përsëritet historia, do na përsëritet, prap diaspora duhet ta bëj atë dhëun ashtu si që e ka bërë linja kombëtare shtetin shqiptar. Mirëpo, tashti unë dëshiroj të shpresoj se në vitin 2024 u bë një rotacion politik. Dhe me që durova 22 vjet, dëshiroj të duroj edhe 2 vjet e gjys të shoh se çfarë do na sjelli ky rotacion politik. Çfarë do na sjelli? A do ketë përmirësime apo jo? Sigurisht që nuk do ishte korrekte që të priten ndryshime radikale për 4 vjet. Nuk do ishte korrekte që të pritet zgjidhja e gjitha problemeve të grumbulluara për 22 vjet. Po ama që të ketë ecje përpara, këtë e presim. Këtë e presin të gjithë ata që kanë dëshiruar një rotacion politik dhe një ndryshim për të mirë, jo çdo lloj ndryshimi, po një ndryshim për të mirën të ardhmen. Kjo pritet shifet. Po desha të them që çfarë kur e nisëm për çështjen e regjistrimit, atëherë Losa dhe Maja boni projekt 2021 për regjistrim popullsisë, për një projekt kryekomitati shqiptar sepse i ndau popullsinë në rezident dhe jo rezident, këndej nga ana tjetër faktori politik shqiptar, BDI-ja edhe tjerë që ishin opozit, propagandonin për të shkuar, për të regjistruar në diasporë, sepse ky numër në fund do të llogaritet te numri i përgjithshëm. I vetmi që e ka kundërshtuar këtë projekt përmes rrjeteve sociale kam qenë unë. Nuk e them këtë për kënaqësi, por kjo është fatkeqësi. Kjo është fatkeqësi. Sepse mbeta veç vetë për të kundërshtuar një projekt të tillë antishqiptar se disha shumë mirë se në fund ata që do të regjistrohen non-rezident, jo rezident, nuk do të përfshihen në numrin e përgjithshëm popullsisë. Edhe kjo ndodhi. Këtu dash të reagojë diaspora komplet. Dhe kjo dëshmon se sa e politizuar dhe sa e pa organizuar dhe sa e përçar ka qenë diaspora. Sidomos diaspora që vjen nga trega shqiptare në Maqedoni. Kjo dëshmon se si e ka humbur diaspora udhën në obor me vetë. Edhe pikrisht atëherë ne e filluam një grup shokësh organizimin e themelimit të lidhjes diasporës bashkuar kërçovare, se në atë kohë edhe përgatiteshim, kishte një nismë që diaspora të nxjerrë një kandidat për kryetar kërçove. Kjo nuk u arrit sepse në fillim BDI-ja na premtoi bashkëpunim dhe na premtoi mbështetje nëpërmes kryetarit të saj. Pastaj tha unë çfarë kam thonë është pak me rëndësi. Jo, çfarë thua ti është shumë me rëndësi. Çfarë do them unë sot është shumë me rëndësi. Çfarë them sot, kjo më angazhon mua dhe më vjen para përgjegjësisë. Edhe do me thënë, kjo ishte tendenca që diaspora në fillim të regjistrohet si jo banore në vendlinje, edhe si faz tjetër ndoshta do të fillonin fatkeqësisht si që e bën Serbia në luginën e Preshevës me ngrirjen e adresave, e pastaj faza tjetër mas ngrirjes së adresave edhe marrja e mbështetësisë, edhe kur do shkosh ti në Venecia ti thua zoti je regjistruar se nuk je banor, ja ku e ke argumentin e ke boti vetë, me mend kokë dhe me sy të mballë. Edhe të gjithë dhe u kam thënë që kam folë, që kam dëgjuar, që kam shkruar, se unë nuk jam regjistruar dhe nuk regjistrohen, po mos regjistrohen edhe ju, bojkotoheni këtë regjistrim. Edhe ky është, do me thënë, tendenca ka për herë, por kjo nuk varet nga të tjerët, kjo varet nga ne. Sa të bashkuar do jemi ne, për të mbrojtë kauzën tonë, që është kauzë shumë e drejtë. Ne si shqiptarë në Maqedoni, përpiqemi që të realizohen të drejtat tona natyrore. Dhe në qoftë se dikush
kushdo qoftë ai, shqiptar apo maqedonas, që voton një ligj anti-shqiptar, thënë ai ligj nuk duhet votohet, edhe ai ligj nuk duhet zbatohet. Sepse drejtat e njerëzve janë drejta natyrore. Dhe kjo a do i realizojmë ne ata apo jo, kjo do varet nga ne, nuk do varet nga të tjerët. Të tjerët të doptin kur kush nuk e respekton. Të doptit në kohët të vështira zhduken. Të fortët në kohët të vështira bashkohen. Këtë nuk e kam thënë unë, po e ka thënë trajneri i Arsenalit i dikurshëm Arsene Wenger. Kështu thaj. Ishte një lojë që luheshte ndarë, ishte konsulent që luante Franca kundër Brazilit, sot tha ne francezët jemi të bashkuar se duhet fitojmë kundër Brazilit dhe tha kështu, në kohët vështira të doptët zhduken, të fortit bashkohen. Edhe ne këtë duhet bëjmë. Diasporën e kemi të fortë, dhe me që e kemi të fortë diasporën duhet të bashkohen, dhe diaspora do të rrezatoj pozitivitet. Dhe diaspora do të ndikoj në ndryshimet pozitive në vendlinje. Diaspora do të nxjerrë vendlinjen nga errësira ndritë. Për këtë jam 200% i bindur. Terata jote do ndryshojë në realitet. Po vërtet shumë frymëzuese fjalët e juaja Milaim, se vërtet diaspora ka rrezatuar pozitivitet. Tani me histori, mund ta shohim edhe me histori që diaspora shqiptare në ndërshekujnë të vërtet ka ndryshuar rrethanat politike në vendlindje dhe për të mirën e shqiptarëve, me që diaspora ka qenë vërtet njerëz shumë progresiv, me atë dashurinë që ka sjellë gjithmonë për të arritur edhe ata qëllime që i the ti edhe për ata qëllimet edhe që janë natyrale në të vërtet, edhe vërtet ligjet që duhet të reflektojnë vërtet në ata kërkesat natyrale që i kemi ne si shqiptar në Maqedoninë e Veriut. E shohim ne tani edhe me zhvillimet e fundit në vendlindje që ka tentativa politike për të minuar vërtet edhe ata ligje që janë sjellur deri tani dhe për ta rikthyer me sa duket atë rrotullimin e kohës në një kohë kur shqiptarët kanë pasur më pak të drejta. Si duhet të jetë tani mesazhi i diasporës që mos të kthehemi në hap mrapa në histori, por në të vërtetë të bëjmë një hap përpara, që vërtet të plotësohen ata që janë premtuar ndaj shqiptarëve për këto vite, që nga marrëveshja e Ahorit deri tani, dhe të zhvillohet vërtet një integrim i vërtet dhe i plotësishëm i shqiptarëve në institucionet shtetërore në Maqedoninë e Veriut. Cili do jetë roli i diasporës në këto hape që të ecim përpara dhe mos të kthehemi pas? Diaspora ka një rol, do të thosha, të një opozite konstruktive. Opozite konstruktive ndaj zhvillimeve në vendlindje, opozitarizëm që i shtyn zhvillimet në drejtimin e duhur, në drejtim pozitiv. Faktori politik shqiptar sot që mban pushtetin me VMRO-n, dihet ADN-ja politike e VMRO-s, por ne si shqiptarë nuk mund të kemi ndikim në zgjedhjet që do i bëjnë fqinjët tonë Maqedonës edhe bashkëqytetarët tonë Maqedonës. Ata i zgjedhin përfaqësuesit e vet politik, edhe ne zgjedhim tonët. Dhe pastaj si maqedonësit, si edhe shqiptarët komunikojnë me njëri tjetrin përmes përfaqësimit politik. Dhe në qoftë se nga ana e tyre mund të ketë devijime që shkojnë në kundërshtim me një bashkëtesë korrekte, që shkojnë në kundërshtim me paqen, që shkojnë në kundërshtim me mirëqenjeshë,
shoqërore, më fal, që shkojnë në kundërshtim me mirëqenie shoqërore, atëherë ajo është përgjegjësia e tyre. Ndërsa ne si shqiptar, ne kemi përgjegjësinë dhe detyrën që të mbrojmë interesat tona dhe drejtat, atje thamë çfarë, drejtat tona natyrore. Edhe kjo duhet bëhet përmes përfaqësimit ton politik. Deri më tani, me keqardhje konstatoj, dhe nuk jam i vetmi unë që konstatoj, se të drejtat tona që burohen nga marrëveshja e Ohrit, e cila kishte kohë vetëm 5 vjet për të realizuar, edhe më pak bile, jo 30 vjet, edhe që ende mos jetë realizuar, nuk kanë punuar përfaqësimi jon politik për realizimin e marrëveshjes së Ohrit. Realizimin korrekt të marrëveshjes së Ohrit. Dhe të drejtat tona, të drejtat e shqiptarëve, që janë, po e përsëris, natyrore, është dashur të sankcionohen me ligj. Sot po del se shumica e atyre ligjeve ka qenë të cunguar, kanë qenë jo të plot. Dhe si rezultat, ne sot ballafaqohemi me një forcë politike përballë maqedonase, e cila thotë, unë jam në rregull me ligjin. Sepse përfaqësimi politik shqiptar nuk është siguruar përpara që pas ca kohësh kur të vijë një forcë tjetër politike, mos mund të gjejë zbrastira në ligj, edhe që të mundet eventualisht të tentojë mos respektojë drejtat e shqiptarëve. Prandaj pritet nga faktori politik shqiptar që prej sot e tutje, edhe që vjet e tutje që kur ja dhanë votën, të drejtat e shqiptarëve të sankcionohen me ligj. Edhe ligjet të jenë të zbatueshme dhe të zbatuara pastaj nga të gjitha institucionet dhe të kontrolluara. Për këtë duhet të merret përgjegjës dhe duhet mbahet përgjegjës faktori politik shqiptar. Ndërsa diaspora duhet të jetë syqel drejtim dhe duhet të ndjeki me vëmendje zhvillimet politike në vendlindje. Diaspora duhet mos jetë neutrale, sepse neutrale do të thotë mu mos më interesoj sot çfarë ndodh me studentët që kërkojnë të japin provimin e jurisprudencës gjuhën shqipe. Nuk është faji i studentëve sepse ai ligji që është miratuar diku nuk është zbatuar asnjëherë. Edhe është një ligj i cunguar, po e përsëris ashtu, dhe ata sot është ngrihet një gjenerat studentësh, jo ngrihet ca çuna e ca vajza të mrekullueshme që kërkojnë që kjo e drejt zbatohet me shumë keq. Kjo është e drejt legjitime. Është i sigurisht që aty mund të ketë edhe tendenca për përfitime politike tjera, po varet nga studentët a do e lejojnë vetveten apo jo, që të jenë instrumenta në duart e politikës. Qoftë asaj që sot merr pjesë pushtet, se nuk them që është pushtet, sepse është thjesht në pushtet do të thotë të ushtrosh pushtet, po figurativisht kemi përfaqësues në pushtet, figurativisht për fat keq kemi pasur të kaluar, po nuk kemi arritur atë që duhet. Dhe sot studentët ta nuk duhet në asnjë mënyrë të lejohen që të manipulohen nga ciladdo qoftë familje politike. Sepse studentët për herë kanë qenë opozita e shoqërisë, për herë kanë qenë barqit kryesor të ndryshimeve pozitive në shoqëri. Pra, diaspora e bashkuar bashkë me studentët mund të bëjnë ndryshime pozitive në shoqëri, në vendlindje, në atë vend. Shumë interesant kjo pikë tani ku erdhen me bisedën tonë, me që shohim që inspirimi edhe frymëzimi politik kësaj radhe të paktën me zhvillimet e fundit vjen nga vetë vendlindja, me studentët që tregojnë guximin dhe vullnetin, dhe ne që si diaspor duhet ta reflektojmë me mbështetje, siç thatë dhe ju,
me mbështetje konkrete që të çojnë vërtet qëllimet e atyre që të realizohen. Pra nuk është ndonjë qëllim që shqiptarët të arrijnë të shkojnë edhe ata në hënë, po vetëm të bëhet të vërtet të respektohet ligji dhe ndoshta të ndryshohet ashtu që të kenë të drejtë vërtet studentët, si që kanë edhe të drejtë studentët Maqedonas të bëjnë provimin në gjuhën e tyre, edhe ne të kemi një të drejtë natyrale, që thatë edhe ju, që edhe ne të bëjmë provimin në gjuhën tonë, amtare. Pra në gjuhën që duhet edhe të mbështetet edhe nga ligji dhe të sankcionohet edhe nga ligji, si që thatë edhe ju, me plot korrektësi. Vërtet duhet të jetë edhe ashtu. Dhe të sankcionohet një herë për gjithmonë. Një herë për gjithmonë që me këtë problem mos merremi prapë pas 20-30 vitesh. Dhe ky është roli i politikës, për këtë i kemi votuar, për këtë i paguan. Tashti studentët e kanë organizuar shumë bukur atë manifestim, dikush tha se mungon flamuri i Maqedonisë. Okej. Mund të ta vesh flamuri, nuk është problem sepse ti bën një protestë në Maqedoninë e Veriut. Po edhe në qoftë se mungon, nuk është fundi i botës. Nuk ka një problem, se edhe ka plot organizime që bëjnë Maqedona, si dhe kurkut nuk është kujtu që të marrë flamu shqiptar, se edhe këtu jetojnë ja 20% apo më shumë shqiptar. Apo ja, thënë, ky nuk është problemi. Ky nuk është problemi fat. Po këta janë tendenca vetëm për t'ja ulur rëndësinë dhe ndikimin një organizimi të tillë. Një organizim të tillë e ka shfryzuar shumë mirë Barademi edhe disa ish pushtetar të tjerë që janë përgjegjës për këtë situatë, në fakt. Po ato e kanë shfryzuar dhe kanë hyrë brenda, studenti nuk ka çfarë të bëjë me ato. Ato mund të nxjerrë jashtë. Aty ka mund shkoj edhe unë. Edhe mu nuk të nxjerrin jashtë, do më pranonin në atë protestë. Mirë po sot pretendosh se studentët nuk e kanë kërkuar para 20-30 vjeç. Jo, studentët për herë e kanë kërkuar, por studentët kanë qenë të përçarë. Studentët i ka instrumentalizuar atëherë politika e ditës për qëllime personale të atyre, për të justifikuar vjedhjet nga xhepat e taksapaguesit, vjedhjet e pasurisë publike që është bërë, vjedhjet e natyrës me lloj hidrocentralesh, me lloj projekte energjish etj. Vjedhje që është bërë ekonomisë, që kanë privatizuar lloj ndërmarrjesh etj. Dhe thënë që kanë damtu buxhetin e një shteti i cili mbushet, arka e cili mbushet me taksat tona, me taksapaguese. Domethënë, studentët meritojnë si përfundim, studentët meritojnë mbështetje, studentët janë plotësisht në drejtën e tyre, biles studentët nuk është dash politikat t'i lejë që të ngrihen në kamp, që pastaj eventualisht kujtohet politika se duhet të reagojë. Jo, ajo është detyrë parsore atyre, sepse si e the edhe ti shumë bukur, në qoftë se Maqedonasi ka nevojë që provimin e jurisprudencës të japin gjuhamtare, edhe mu si shqiptar kam nevojë që ta jap. Që ta jap provimin në gjuhën time anëtare. Në qoftë se kryeministri thotë se gjuha maqedonase është gjuhë zyrtare, po, që e flasin kaq e kaq. Po, edhe gjuha shqipe pavarësisht se nuk përmendet kushtetut. Termi nuk është fut si gjuhë, se gjuha shqipe është gjuhë zyrtare. Nuk e bën as pak më të vlefshme gjuhën shqipe se gjuha maqedonase. Nuk e bën as pak më të vlefshme kulturën shqiptare se sa kulturën maqedonase. Në qoftë se një kryeministër i vendit thërret për bashkëtesë, thërret për besnikëri, atëherë si ka mundësi që ti të provosh, se nuk do arrish, po të provosh, ta diskriminosh gati gjysmën e në shtetasve të shtetit tënd. Nuk ka logjik. Nuk ka logjik. Prandaj, Është vërtet ne si diasporë duhet jemi shumë të vëmendshëm, shumë sinqert, nuk duhet flim, duhet jemi të zgjuar,
që fenomenet të tilla, domethënë dukuritë e tilla të kundërshtohen. Kundërshtohen. Shumë e rëndësishme që të shohim nga ardhmja, siç e thatë edhe ju, Milaim. Me që shohim se janë bërë shumë gabime, me dashje apo pa dashje, me influencë apo po influencë për interesa personale, ose për një interes të një grupi të vogël të caktuar të personaliteteve që kanë shfrytzuar atë situatë, por të shohim në të ardhmen tani. Cili do ishte mesazhi juaj për studentët tani në Maqedoni, por edhe për studentët që jetojnë dhe punojnë edhe që studiojnë tani, për tani, në Europën perëndimore. Çfarë ne mund të sjellim për t'i mbështetur ata? Mund të jetë një ide për shembull, siç është fakti edhe nga shteti ku jetoni edhe juve, Belgjika, ku fliten të paktën 3 gjuhë zyrtare, edhe për një komunitet gjerman që është shumë më i vogël se sa që janë shqiptarët në Maqedoninë e Veriut, ku janë parafërsisht 70.000 banor gjerman që kanë një zyrë zyrtare në Belgjik. Kanë edhe institucione, kanë parlament tani. Po. Dhe me thënë, ka mënyra tjera edhe shembuj pozitiv në Europë, në perëndimore, që ne, si diasporë, mund t'i sjellim me idetë tona dhe me qëllime konkrete politike për të nxjerrur edhe vetë shtetin që ngjetet edhe në këtë gërç politik ku nuk mundemi të arrijmë një bashkëjetesë të vërtetë midis shqiptarëve dhe maqedonasve. Si duhen të jetë hapat tonë, pra për të dhënë një frymëzim dhe për të zgjidhur këtë ngërç politik. Nuk diskutohet se ne si shqiptar kemi nevojë që të shohim ka e ardhmja. Kokën nuk duhet ta mbajmë mbrapa. Por të ardhmen, të kaluarën nuk duhet të harrojmë. Ajo duhet të na shërbejë si mësim, si përvojë. Në qoftë se e harrojmë, ajo rrezikon të na përsëritet. Prandaj unë i ceka dështimet e së kaluarës, sepse jam shumë i vetëdijshëm se kohën se ne kthej pas. Damet që u bën, po ato dame mos na përsëriten në të ardhmen. Kjo është shumë e rëndësishme. Sa i takon jetës demokratike në Belgjik dhe shumë gjuhësisë në Belgjik, si edhe në Zvicër, të flasësh një gjuhë tjetër është shumë normali. Nuk i pengon kërkuj. Ti drejtohesh dikujt në një gjuhë që ai nuk e kupton është shumë normali. Nëse nuk kupton, fal thot nuk kuptoj. Mundohet gjej mënyrën që të komunikoj me ty qoftë në anglisht apo në një gjuhë tjetër. Studentët tonë atje që janë zgjuar në fundit kanë arritur që të bashkohen një herë, që të zgjuhen se për të zgjuar duhet bashkohesh. Dhe ata e kanë arritur këtë bashkim kambinjen, edhe dëshiroj dhe shpresoj të jenë të pavarur nga politika, nga cilë do qoftë ka politikë pak shëndetësi, mund të komunikohen edhe me një shoqatë të studentëve shqiptar në Belgjik që quhet Vlera. Ashtu quhet ajo Vlera. Është mirë që studentët nga viset tona në Maqedoni, po edhe nga Kosovë edhe nga Shqipëria, të komunikojnë me studentët shqiptar në diasporë. Në vendet caktuara studentët shqiptarë, siç e dini edhe ti, janë të organizuar. Po. Edhe aty është mirë që të këmbejnë përvoja. Edhe pse jo, studentët nga vendlindja të parashtrojnë dhe kërkesa me shumë të drejtë. Dhe që pastaj të mundohemi të ndihmojmë që në diaspora të mundohet të ndihmojmë. Por ndihma më e madhe që mund të bëhet sot studentëve është që të bëhet në një mënyrë internacionalizimi i kërkesave të tyre.
Ky është aksioni më i mirë dhe ky është aksioni më i duhur. Sepse janë plotësisht legale, janë plotësisht natyrale. Janë plotësisht të pastra, sinqerta, si vetë rinia. Kaq desha të them për këtë. Shumë faleminderit për një bisedë shumë frymëzuese, dhe vërtet me interes personal për mua që jetoj tani në diasporë, që të reflektojmë mbi të kaluarën dhe përvojën që keni bërë ju në aktivitetet tuaja vazhdimisht tani si veprimtar shumë vitesh në çështjen e diasporës shqiptare në Europë. Ishte pra një mësim i mirë për mua që, siç the edhe ti, pa harruar të kaluarën, të mund të veprojmë në të ardhmen që mos të përsëriten gabimet e njëjta dhe ndoshta të përmirësojmë diçka në shoqërinë tonë, për të mirën e shoqërisë, për të mirën e kombit tonë dhe për të mirën e diasporës. Pra në integrim këtu, por edhe në mbështetje të iniciativeve në vendlindje. Cili do ishte mesazhi juaj i fundit për ta përmbyllur bisedën, Milaim? Për rinin, qoftë këtu, qoftë në diasporë, por edhe qoftë edhe në vendlindje. Tashti, unë do mundohem ta përmbledh këtë porosinë, sepse ka disa porosi brenda një porosie, por porosia e parë shkon për diasporën, për rinin, për prindit e tyre, që fëmijëve t'u flasin shqip në shtëpi, që t'u mësojnë shqipen, që t'i nxjerrin nga dhomët dhe që t'i çojnë në për aktivitete ku organizojnë shoqatat, që ata të bashkohen, të njihen, të dashurohen edhe të martohen. Kështu që të mundohemi të ruajmë gjuhën shqipe, gjakun tonë. Kjo është e domosdoshme. Diasporës i dëshiroj shëndet dhe sukses gjithkund ku janë, e që mos të harrohen vendlindjen, që edhe nuk e harrohen, ku që t'i marrin kontaktet me vendlindje, të shkojnë në vendlindje, të tentojnë të ndikojnë në vendlindje pozitivisht, pavarësisht kush është, pavarësisht kush e drejton, por të mundohen t'i mbajnë kontaktet në vendlindjen me gjitha trojet shqiptare, dhe rinia jonë mos hezitoj të mbaj kontakte me rinin në diasporë, të komunikojnë më shumë, që të këmbejnë përvoja, që të afrohen në njëra tjetër. Dhe ty të dëshiroj sukses për këtë projekt, dhe dëshiroj që ky projekt të trashet, të rritet, të zgjerohet edhe shumë dhe jam i bindur se ky projekt është vetëm fillimi. Uroj edhe unë të jetë ashtu, Milaim, dhe shpresoj që të takohemi sërish për të folur për aktualitete tjera dhe për plane tjera pozitive dhe të drejtuar nga ardhmja për të përmirësuar çështjen e diasporës, çështjen shqiptare në Maqedoni, por në përgjithësi për të shkëmbyer dhe ide për projekte të tilla. Shumë faleminderit për bisedën e ndershme, Milaim. Faleminderit ty, ishte kënaqësi. Gjithashtu.